Po e Enveri të bëri e kurudhën nga e para, ta çoj deri në Vlorë, deri në Kurkuq, deri në Milot, Rëshën Klos, deri në Klos, ta çoj deri në Shkodër. Ta shkatron fare. Çfarë të kërkon ti më? Të bëjë një forcë ajrore edhe një ushtri në vitin 78 të barabartë me Izraelin. Që ajo ushtri Izraelit kishte përballuar Egjipt, Siri, Jordani bashk. Po, nëse ishim kaq mirë, pse në 90-ën shqiptarët u dyndën në anijen Vlora për të shkuar drejt perëndimit? Dështoi tregu vlla, po mos kishte rregulluar ushqimin shqiptarëve. Tregu me Knerin, po nuk e kupton ti. Se ne kishim tregun me Klering. Prodho tomate, patate, blej pjesë industriale e tjerë. Pra si në vitet 1500. Ku i vjet besim, se je duke fol ti se doni të mohoni. Mësoni historinë që ta kuptoni mirë se në çfarë vendi keni jetuar dhe si është zhvillimi këtu në këtë vend. Nuk ka pasur të drejta politike, po zhvillim e këto tjera ti harrosh ti. Ato 5 fabrika kërkoi Saliu se mungojnë. Se ke pasur kombinatin e Elbasan 30 km gjatë në fushën e Batasheshit. Ke pas azotikun Fier, ke pas superfosfatën Laçit, ke pas rafinerin Cërik. Këtu atje ku i kemë? Ti morën gjitha. Po të shohësh ikën për poliri, ikën për mënyrë poliri. Po të shohësh pamjet e viteve 90 dhe të 97 të shqiptarëve, ngjajnë si fiset. Jo 97-ën, ja, po flasim për 90-ën. Jo. 97-ën kërkoja Saliu. E kam fjalën këtu që po të shohësh në vitin 90, kur shqiptarët largohen për në Itali, apo kur mbërrin në Itali, apo të shohësh edhe pas viteve 90 shqiptarët nga fytyra e tyre gjajnë si fiset. Po. Pra, tani do të tregosh pse shqiptar tani un jam një prej tyre. S'kishte liri politike një. Kjo është shumë e rëndësishme. Liria është me dinjitet. Pa dinjitet edhe të jetosh mes luksit nuk e gëzon dot. Këtu duhet ndalojmë. Se unë po të kundërshtoj ty ato që nuk janë vërteta. Ai e bëri vendin që prodhonte edhe traktor. Këta një bëjnë dot. Kështu që lere këta mos e diskutojmë, nuk ka lidhje në detim. Ai e ka pa vendin si pron, edhe investoi tani maleta mbaroi tani, maleta mbaroi. Këta është ai ka parë vendin si pron, edhe e mbyti. Enveri. Këta e shohin si mall në botës për ta shqyrë. Ky është ndryshimi. Por në lidhje me parametrat industriale bujqësor, ai e bëri. Kanale Vadice, Deshitan, këta i shkojnë lumit atje ke shtëpia, ke shtrati, dhe në anën juridike shtati lumit s'është ai që duket, por është ai që shkon pikun e tij, dhe kur përmbyten thon merri lumi ke shtëpia, ke vaj ti lumit. Ka pasa rregullat. Problemi është lirit politike, nuk i kishin. Edhe unë për këtë kam dashur të iki. Pastaj, unë të paktën që mbaj mend vitet 90 se kam punuar, kam filluar punë 81-2. Pra, unë pashje ekonomia po binte. Dhe arritëm në fund që mi që kishim një shok që punonte ke pularia apo ke fruta perimet, fruta zazavati që shiste diçka, që të na ruante në gjë poshtë banakut. Pra, i gjithë vendi ra, prekull dhe ushqimin. Sepse ishte sistemi dështuar. Po dështojmë të dështojnë gjithë Europën, si ishte vetëm ne. Sepse komunizmi është sistemi dështuar në thelbin e tij. Por nuk e di atë tani, se po shohim tani që kjo punë është tregu lirë, ka vlera, tregu i lirë. Këtë që po jetojmë ne, ky është tregu i banditëve, ky është midis komunizmit edhe banditëve. Se shqiptarët nuk e kanë provuar akoma tregun e lirë. Kjo është demokratur. Po, tregun e lirë dhe demokracinë. Po. Kur ta provojnë shqiptarët kanë krijuar mendim keq edhe për demokracinë. Po këto ti përmenda për të thënë këtë që do të them tani. Ishte një burr i keq në fshat. Kishte bërë shumë qija dhe mbasi vdes, i u rrit fëmia, e sa merrnin vesh që ishte, si më thon, e kishte emrin Enver ai burri. Edhe sa takoni fëmijën e këtij fshatit, ç'është ky thon?
i bire në verit, larkë tjetër. E thot shpis, i dite, po mëjnon, thot, po që ka boki baba im, thot që, po ku si ka lënë fshatit, thot. Edhe unë këta tha, oj, bëj, thot, bëra me për babën në skatë. Vdesi pari, vdesi dyti, vdesi treti, në çdo vdekje ky, zhvarose kufomat e i ngullet nga i hu. Interesojnë ta dhe e marrin vesh. Kush është? Ky është çuni aty e verit, mër. Po ai ka qenë prapë mëra me të pas, po jo si ky thon. Kështu që ne dolim nga i sistem për drejta politike dhe për tregun e lirë. Jo për tregun e Ramës dhe Berishës. Nga një monopol që kishe shteti, tani shteti janë bërë këta, edhe Rama dhe Berisha. Ta dy. Dhe unë për këtë jam. Këta kanë bërë metën veri dhe këta mos njerëzit që janë të moshës time thonë, ore të paktën kishin një lloj digniteti si ishin dhe gati barabar. Por pisanjosi miliarder tani, edhe unë të ri të laj to të bankave, ja kështu s'ka kështu. Ate ishin barabar të mvujtje, kupton? Shumë pak kishin një diferencë. Pra thash, ai komunisti do ande buk njërë mujnë të përse unë, kaq mërë si mumi. Aty ishim në ndërmarrje, lopatës i binin bashk, edhe ndanin dhe bukën bashk. Këto dokrat që saliu na hoqi nga diktatura madhe e tjerë, ajo ra. Se s'kishe burë nënë ti të arzonte atë, maksimumi i burnis ishe bëje stërvitje, të ratiseshe etike. Po do merë parasysh familjen do të internonin pas. Kaq, to të rima që do vrisin e veri, to s'kanë ekzistu në herë. To janë pralla për tjera breza, e për në që jetojmë akoma. Avokat, ishte kënaqësi që ishit në Agora News. E të thaj një person që është 21-2 vjetë me mas aty, dhe më thëmë që ta the me bindje që nuk është kështu. Kënaqësi për mua. Të falenderoj për gjithë analizën, mendimet, argumentet që dhe këtu në Agora News, por edhe ato që ndajmë dhe nuk bashkë ndajmë me njëri tjetrin sa i përket. S'ka problem shqyr, ne do të respektojmë njëri tjetrin, pikërisht se jemi të ndryshëm, por radhë parë ka i gjithë për bashkët. Jemi qenie njerëzore një, shtohet kjo se jemi edhe shqiptarë dy, e treta kemi një vizion për të ardhmen për bashkët, një shqetësim publik të përbashkët, që unë e kuptoj që ti e ke për drejtësi dhe për drejtat e njeriut, edhe ne, se këtu në është bërë e drejta kriminalit më rëndë se drejta ati viktimës. Këto në bashkojnë, këto janë, besoj që po të thellosh dhe po të pyesësh, do t'i afrohesh këtij këndvështrimit tim, se unë nuk është se mbroj atë që nuk mbrohet, por tani që ne nuk kemi kapacitet të bëjmë një decentralizim, ti e di shumë mirë. Lesh thonë këto, jo po s'ka vice, po këto akoma s'po dalin. Kemi marrë gjithë ujrat e lumeve, kemi futur në tub, kemi tharë gjithë agrosistemi. Dakor, pra i lloj shteti diktatorial ka kishte të mirat për të qerë. Edhe digat e Nilit zë ishin bërë për mos kishte pasur diktaturë me faraonët, për ta disiplinuar Nilin. Duke nis nga Nili i Eprëm, që është i jugut, tek ai i veriut, që është dhe i poshtmi, se kështu vjen Nili nga jugu, vjen më lart dhe zbret veri poshtë. Janë bërë disa gjëra. Një flota njësh kanë folur me komandantin e nëndecëve para pak kohësh. I kemi hequr nëndecët duke qenë në gjendje pune. Duhen hap ato procese. A ishin tradhtin dhe erdheut apo jo? Ato tanke që i kemi shit për skrap, 1000 ca tanke, kemi shumë pak, nuk e di ku i kanë lënë. Edhe janë 12 avion që i ka taposur, po pse këto 12 bëkën, ato tjerë s'bëjnë. Kur avionët MiG-21 akoma i përdor Izraeli sot sa dite, dhe për bombardues bile, strategjik, që fluturojnë ulët, dhe për armë atomike bile, pa isi ato me mbushje atomike. Si i prishëm ne? Kështu që këtu ka një dorë anti-shqiptare që në servir si patriotet për ta shkatruar Shqipërinë se me të meke kishte bëhen veri. Po jo më, matematicieni s'kishte bënë me verizmin, vetëm gjysmë faqe. Ishte në kryet e librit. Shkenca atje e tjerë, partia punë shokon verdhe, mbaronte dhe fillonte matematika. Prodhoi një matematicien, një fizikant.
Çfarë do i thosh tani Recep Mejdanit? Si matematicien, që e bëri Enveri, apo si fizikan? Dhe ne nuk i kemi, janë shuajtur, nuk kemi më pedagog për to dek kaq të rëndësishme. Që Bardhi duhet parë me syrin e realistit, jo me atë që ka përcjell politika. Nuk ka më. Ne nuk jemi më në Enveri krahasoj me Zogun prodhim. Këta s'krahasohen dot. Ai mbase e teproi, nuk mund të bënte socializmin në një vend të vetëm, aq vogël sa Shqipëria. Po bëri ushtri. S'ke më shkollë ushtarake. Më thanë që kishin dashur dha të shkollën që kanë ngelur, ta merrin ta bënin pallate. Po i ngeli familjes non grata në fund nga 2012 pa e bërë dot. Kështu. Ne jemi të druar nga para, ti ngrem nga e para tani. Po hajde të marrim tani të gjejmë pedagogët për prodhuar pilot, artilier, 4500 grykatopi ku i ke Bardhi, s'ke asnjë. I ke 10 copa si ke. 2500 e më tepër kundër ajror për mbroj vendin ku i ke. Me çfarë do ta mbrosh kundër ajror, do marrësh me nderën e Gazbardit edhe të Fariut, të mbrosh ti kthesh nga qielli e të mbrosh Shqipërinë. Pra, këto i ka bërë një njeri anti-shqiptar, apo ka bërë një njeri që ishte diktator, por mendonte që vendi dhe mund të mbrojë. To janë historitë Bardhi. Avokat, falenderoj sërish që ishit në Agora News. Unë falenderoj. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.